të provojmë edhe këtë, do me thonë se kemi provu gjitha, doktorin, hoxhën, biles duhet thënë që edhe në këtë rast, për shembull, edhe gruaja në menopauzë, shpesh herë trajtohet, do me thonë edhe me antidepresiv për shkak luhatjeve të humorit, për shkak gjendjes emocionale, për shkak mërzitjes, atëherë trajtohet, mirë po trajtimi i menopauzës, të themi, është mëkat i madh me u trajtu me antidepresant, sepse është diçka që është fazë që duhet kaloj, edhe kotni e mbushi me ilaqe, po ajo është diçka e brendshme që duhet kuptohet edhe duhet trajtohet në mënyrë më të butë, jo me antidepresant. Jashtë ilaqeve, interesohen, po flasë, jeni e psikologe klinike, ja u trokasin derën që përkalojnë këtë fazë dhe më duhet me u konsultu, më duhet veç me shprejat që kam, du me marrë këshilla, më thënë marrë veç për këtë punë. Jo, vetëm për këtë punë nuk vinë, sepse e fundi do t'ishte të vinë për këtë punë, te unë trokasin për shkak të ankthit apo për shkak gjendjes depresive që kanë. Do me thonë, ato vinë me i trajtu, vinë me i trajtu simptomat e tyre, edhe atëherë, do me thonë, bisede sipër, kur e kuptojmë që këtë gjendje ti e ke për shkak të periudhës në të cilën po kalon, atëherë po vazhdon trajtimi edhe do me thonë zakonisht është i suksesshëm. Po që të vinë ta trajtojmë menopauzën, jo, nuk vinë. Do me thonë, sepse te psikologu askush nuk shko për shembull për qef, shkon gjithmonë për një hall. Do me thonë, në këtë rast është pjesa e simptomave fizike, ankthi, depresioni, do me thonë, depresion s'mund të themi që është ndoshta depresion, sa është gjendje depresive, do me thonë një mërzitje e pa kuptim, edhe atëherë vinë për këto simptoma. A nuk do të duhen në fakt të vinin edhe kur nuk kanë rrit ato limitet e ndonjë shqetësimi që kanë. Pra të vinë edhe thjesht të konsultohen, si gruaja grujës, kam to probleme. Realisht e psikologu, jo vetëm për menopauzën, po pothuajse as për ankthin nuk vijen në fillim. Shumë pak raste ka, kur vijen shumë shpejt. Do me thonë, sepse natyra është e tillë, sepse janë simptomat fizike që na çojnë të kërkojmë ndihmë te mjeku. Prandaj pothuajse shumica vinë dera e fundit, shkojmë, te provojmë edhe këtë, do me thonë se kemi provu gjitha, doktorin, hoxhën, do me thonë gjitha mundësi tjera, dhe kur askund s'ka gjetë zgjidhje, atëherë thotë hajde po shkoj edhe te psikologu. Mirë, po kur vinë te psikologu, shpesh vinë në një fazë të rënduar që neve na duhet pak më shumë punë. Kurse ata persona që vinë, sa e kuptojnë çfarë kanë, ata e kalojnë shumë shpejt gjithë situatë.